محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humbë, dhe atë që Allahu e lën në humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, kjo ditë xumaje përkon me dy data interesante shumë. Dy ndodhive, njëna e një historie të largët e kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tjetra e një historie të mëvonshme që është epopeja e lavdishme e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ndërsa ajo e para është dita e 17 e muajit të bekuar të Ramazanit, që është nesër, e që shënon ngjarjen e betejës së Bedrit, e cila gjithashtu ka qenë një ngjarje shumë e lavdishme dhe shumë vendimtare për ndryshimin pozitiv të rrjedhës së historisë njerëzore. Nuk po du me fol për asnjërin prej ngjarjeve për arsye se të dyjat janë të rëndësishme, po lypin edhe kohë gjithsesi, prej tyre nxjerrën shumë mësime, mirë po kam qef me e përmend një ajet të Kur'anit nëpërmjet cilit Allahu i madhruar na sjell një shembull interesant e për cilin kemi shumë nevojë. Kemi shumë nevojë me u vetëdijsu për vlerën e të gjitha begative të Allahut, të cilat i gëzojmë, i shijojmë, i shfrytëzojmë, jetojmë me to dhe nëpërmjet tyne jeta jonë bëhet më e këndshme, por fatkeqësisht nganjëherë harrojmë se sa e mirë është të jetosh dhe ti përjetosh begatitë e Allahut fuqiplot. Thot Allahu i madhruar: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dhe Allahu ja solli juve një shembull, një vend të banim në të cilin njerëzit jetonin të sigurt dhe rehat. Atyne rizku i tyne u vinte me bollëk mjaftueshëm prej të gjitha anëve. Do thonë një përshkrim i një vendi, një vend banimi, banorët e cilit i përjetonin dy begati shumë të rëndësishme të Allahut fuqiplot. Jetonin të sigurt edhe të qetë. Siguria, begatia e parë. Ne nganjëherë ngatërrojmë begatit në renditje. Themi vetë shnosh me kanë. Për më është shumë e rëndësishme me kanë shnosh. Disa tjerë jashtojnë po me kanë shnosh veç me pas edhe pare ballë. Realisht para se me kanë shnosh edhe para se me pas pare, qenë ka begatia e sigurisë, begatia e lirisë, begatia e tjetumit pa frikë. Siguria është tjetosh pa frikë, për arsye se përballë sigurisë qëndron frika, edhe ajo që e menjonon frikën është siguria. Dhe Allah i madhruar po thot, unë po ja u sjell juve një shembull të një vendbanimi banorët e cilit jetonin në siguri dhe rehati, yatiha rizquha ragadan min kulli makan, dhe krahas kësaj pastaj furnizimet atyne u vinin mjaftueshëm prej të gjitha anëve. Dhe kjo jetë, një jetë e këtill padyshim që është ëndër e njerëzimit dhe do të jetë edhe synim për këtë punohet, për këtë angazhohet, për këtë sakrifikohet, për këtë luftohet. Edhe na kemi luftu për me konë sigurt, edhe me mujtë me jetu rahat.
Edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam luftun në Bedër për me qenë të sigurt edhe me mujt me jetu rahat edhe me adhuru Allahun fuqiplot që ashtu çysh duhet. E keqja e këtij veni, shembullin e të cilit po na e sjell Allahu fuqiplot, ndodhi kur në një moment rahatie dhe komoditeti ata e harron sa mirë është me qenë të qetë, sigurt edhe rahat. Sa mirë është me pas çka me hangër, qoftë edhe për ditën e jetës tone. Një hadith e kemi përmend shpesh, po kemi nevojë me e majt mend për këtë arsye po e përsëris. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, 'indahu qutu yawmihi, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha." Ai I cili gdhin në mëngjes, pra e qetë sabahu, I sigurt në pronën e vetë dhe anej ka me qarkullu, ka me lëviz. Pra ai I cili gdhin, I sigurt. I shëndetshëm në trupin e tij, edhe e ka ushqimin e ditës së tij, ai thosht, ai njeri është sikur m'ia pas dhon Allahu dunjan edhe çka ka në te. Për arsye se ne gdhim çdo ditë edhe çdo ditë me e pas sigurinë, shëndetin edhe I darën që I themi, ushqimin e ditës, s'ka dyshim se jemi në gjendje fantastike. Jemi në gjendje në të cilën dallojnë drejgjet brenda këtij statusi. Mirë, po s'ka kërkosh më shumë, as mbreti s'ka më shumë. Bile te aspekti I sigurisë, që jemi të vetëdijshëm, ne njerëzit e thjeshtë, që s'jemi në pozita dhe në pushtet, s'jemi mbretër e princër e të ngjashëm, na jetojmë shumë më të sigurt se ata. Mreti me dasht me dal për I shtëpie me shku dikon, 100 masa të sigurisë do të me I marr. Na dalëm, e vetëm ja gjatë që do të me I madh këpucat edhe me këshyrë që është koha, më vesh matrash, ma hall, edhe a me marr një çadër me vete apo jo. Kur fargajle tjetër s'kemi. Pra është jashtëzakonisht e mirë me jetu I sigurt, mirë po si kur çdo begati. Edhe begatia e sigurisë, edhe begatia e mirëqenjes, edhe begatia e lirisë, e rahatisë, e kështu me radhë. E ka edhe rrezikun e vetë për arsye se njeriu ka prirje që duke jetu mirë, qetë edhe rahat, me harru sa mirë është me konë shnosh. Një kohë gjatë së dhem kërkon edhe sa në kohë është për kur një sen, thu, qa po më vynë shneta kur s'kam pare. Dikush I ka edhe paret, po thot çka po më vjen kjo kur s'po muj me arrit këte, me bë ma shumë pare. Harrojmë sa mirë jena që jemi rahat edhe të sigurt, e na që e mojmë men edhe para luftën, menoj se nëse harrojmë, bojmë një gabim të madh I cili për neve është I pafalshëm. Këta që janë matrije se majnë men para luftën, këta mundën edhe një farë mënyre me u arsyetu për arsye se din sa keq o kanë. Dërsa ne që e dim, rrezikojmë me ra edhe me ardhë pikrisht aty ku Allahu ka thonë për atë vendbanimin, se nuk e përfundova ajetin, fe kafarat bi an'umillah. Ata I harrun begatit e Allahut edhe I mohun ato, që nuk ka ma keq, se sa me qenë mos mirënjohës në përgjithësi, por nuk ka ma keq brenda kësaj se sa me qenë mos mirënjohës ndaj Allahut fuqiplot në veçanti. Gjithë këto të mira që I kemi prej Zotit, edhe me thonë, çka më ka dhonë mu Zotit, kur gjësë më ka dhonë? Çka I ka më në bërgjë Zotit që me u falë, me agjeru, me bo këtë punë, me bo shqyqër? Dhe me thonë, kjo është rreziku më I madh, edhe ta kuptojmë në rrugë vllazën se që ky mohimi I begative është I barabartë me mohimin e Allahut, me mohimin e dhurusit. Edhe të dyjave në gjuhën arabe I thojnë kufër. Kufër mohimi Allahut edhe kufër mohimi begative të Allahut fuqiplot, e këtyne njerëzve për cilët Allahu po na flet edhe po na tregon ju ndodhe e njëjta gjë, fe kafarat bi an'umillah. Ata zgjodhen jo me kon mirënjohës, po me kon mos mirënjohës, edhe ju ndodhi katastrofa. Allahu thot fa adhaqahumullahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Për shkak të asaj që banin, për shkak të asaj që meritun, Allahu u aboni me e përjetu petkun e uris edhe të frikës. Petkun
pse është përmend fjala petk, edhe me e përjetu, edhe fjala petk, për arsye se ne, rrobat, petkat, teshat që i majmë në trup, nuk kemi kur gjo ma afër. Dhe më thonë, deri në qatë nivel, Allahu ja afroj atyne dy ndëshkime, që realisht janë humbja e begatis, libas el gjuaj o el khauf, petkun e uris, edhe petkun e frikës. Të dyjat janë shumë të rana. Të dyjat qojnë atje ku është mas keqi. Të dyjat të bojnë me i harru edhe dhimbjet e trupit. Edhe uria, po sidomos frika, po këto Allahu ja u boni për shkak se ata vet e meritun, vet e lypan. Allah i madhruar në Kur'an thot: "Dhalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Thot, kështu është kjo punë. Allahu askujt nuk ja ndryshon gjendjen e mirë. Një begati që ja ka dhënë dikujt nuk ja merr, nuk ja hjek, nuk ja largon, nuk e privon prej saj. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, përderisa ata të mos ndryshojnë. Të mos ndryshojnë nga gjendja e mirënjohësit në mos mirënjohës, edhe nga gjendja e shfrytëzuesit të begatisë. Majnë mend që të fjalisë është shumë më rëndësi. Nga gjendja e shfrytëzuesit të begatisë në shpërdorues të mirësisë së Allahut. Me shfrytëzu begatit e Allahut, Allahu është i kënaqur, është razi. Me i thonë falënderit, Allahu i shton. La in shakartum la azidannakum. Nëse falënderoni, gjithçysh kam ja ushtu. Ama Allahu i madhruar zemrohet nëse ne i shpërdorojmë begatit e Allahut edhe mirësitë e tij. Ose i përdorim për keq përdorim, ose i shfrytëzojmë edhe e te i kalojmë në shfrytëzimin e tyne duke bo shpenzimet të tepruara. Për shembull, ushqimin cilin e ham, e që Allah i madhruar na e ka mundësua dhe jemi dëshmitar, përveç kush s'don me e pranu, kush s'don me mohu. Sot, ndërum vllazën, nuk është se s'ka fukara edhe sot, po fukaraja i sotit, bëmaki është më i pasun se disa zengjina në kohë të kalume. Bile me përgjithësi të plotë e thamë, fukaraja i sotit është më i pasun se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ukon fukara, jetën e ka pas shumë modeste, po merret cilin dush fukara sot, cilin dush të varfën, është më i pasun se shumica absolute e muslimanëve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se standardi i përgjithshëm ka ndryshuar. E sot ne ham, ushqehemi, jemi në Ramazan, bojmë iftara, shtrojmë iftara, kështu me radhë. Ma e keqja, nuk është problemi nëse ushqimit cilin ti e han. Allahu të ka dhonë mundësi, të ka dhonë pasuni, edhe e blen ushqimin e shtrejt edhe ushqesh, me te e shijon, e han, knaqesh, e falënderon Allahun. Kretë kjo është në rregull. Ma e keqja është ai ushqim i cili mbetet e hudhet në mbeturina. Çajo nuk bën me ndodh. Për arsye se është shpërdorim i begatisë Allahut fuqiplot. Andaj do të jemi shumë të kujdesshëm. Po nuk është kjo vetë ushqime, edhe të mirat materiale. Kjo është edhe të mos mirënjohja ose mos respektimi i kësaj lirie, i kësaj sigurie të cilën e kemi, e për cilën dikush ka sakrifikuar shumë, dikush ka dhënë shumë, kanë dhënë jetë, kanë dhënë gjak. E na sot me usill me shpërfillje, dikush mundet me thonë, çka do të më bëna? Pas pari do të mja ditë Allahut shqyre. Pastaj do të me qenë mirënjohës për këdo që ka kontribua dhe ka sakrifiku. Edhe tjetra, këtë begati dhe këtë siguri na do të me eru vetë, nuk do të me e cënu na, si qytetarë të këti veni, s'do të me e cënu sigurin. Pastaj do të me e lutë Allahun fuqiplot me na eru, edhe me na rujt të gjithëve, me na mbrojt gjithëve prej atyne, prej jashtë që dojnë edhe synojnë me na e cënu sigurin edhe lirin. Pastaj jo vetëm kjo, po ka edhe gjanat thjeshta, shumë thjeshta, me erujt ambientin. Mos me qitë mbeturina gjithandej, mos me i parku kjerët gjithandej, mos me nxonë sokakun me shti sokakun në barë, mos me prish, këtyre rrugët tona. Masi të shtrohet asfalt dikon një rrugë, s'ka me shku 2 javë, 3 javë, dikush ka me gry një kanal për me lidh ujësjelsin ose kanalizimin ose kështu me radhë. Pse? Për arsye se ai mas pari s'ju ka kujtu me kohë me bo ato, edhe e dyta e qel e len qashtu për arsye se ai se vlerëson se rruga është e tetonëve
Sa është e jotja, është edhe e jemja dhe e filonit edhe e fistekut, edhe me bo me hyn hak në të drejtën e përgjithshme është shumë maran se sa mja të cënu dikujt drejtën e vetë personale. Se funit mas 5 vjetëve, 10 vjetëve dikuj mund është mi thonë, o burë, ba ma halal se të kom dëmtu. Të kom dëmtu para 10 vjetëve, ndash po të kompenzoj, ndash falom qysh dush. Ama ata që i ke dëmtu kolektivisht, që kemi ja u lyp halalin, kur se din kanë e ke dëmtu. Andaj në këtë aspekt duhet jemi shumë të vëmendshëm edhe të përkushtuam që me rujt çdo gjë të cilën e kemi të përbashkët, e posaçërisht me ja ditë vlerën sigurisë edhe lirisë, po me ja ditë vlerën edhe mirëqenjes, e pastaj ato falëndërimet që Zoti i kërkon prej neve, ato janë në radhë parë me zemër, pastaj janë me fjalë, e pastaj janë me vepra, ashtu që për begatin e pasunisë, cila është vepra? Vepra është dhënia. I ndihmon fukaras, i ndihmon të afërmit, i ndihmon atij që ka nevojë, gjindesh aty ku është kënaqësia e Allahut, e kënaqësia e Allahut është në bamirësi. Allahu i don ata të cilët janë bamirës. Jo bamirës vetëm në kuptimin e dhënies, në të gjitha aspektet. Dikush mundet me bë bamirësi me fjalë, e udhëzon dikon çush do të më bëni punë, dikush me një këshill, dikush me një ndërmjetësim. Janë dhënë 2 vetë, shkoni ju hin mes e thu falja, bëni halal, është muaj i rahmetit. Mos e çoni manalt këtë punë. Të gjitha këto aspekte kena rrugë edhe mundësi të pafundme për me bë mirë, e të gjitha pastaj shkojnë në favor të mirës së përgjithshme. E shprehim mirënjohjen ndaj Allahut edhe e garantojmë rujtjen e qësaj begatijet nderuar vëllezër, e këto gjëra pastaj na që jemi të vëmendshëm e të vetëdijshëm, na që jemi në moshë, do e mos do të me i përcjell të gjeneratat e reja, të evladët tanë, të nipat tanë, të ata të cilat nuk i kanë përjetuar ato kohë të vështira, e na do të më ju tregu për arsye se ajo sprove dhe ajo vështirësi e cila harrohet, sikur se thonë, rrezikon me u përsërit. Allah i madhruar na boft mirënjohës për të gjitha begatit dhe mirësit. Allah i madhruar qysh na e ka dhuru këtë liri, e këtë siguri, e këtë rahati, e këtë mirëqenje, Allahu na e mundsoft që kjo me urrit halama tepër, e mos me na privu asnjëherë prej kësaj. E them këtë që dëgjuat dhe kërkoj falje për Allahut për vetë dhe për ju, andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i vëmendshëm për vlerën e begative. Njëkohësisht ishte edhe njeriu më mirënjohës që ka shkelë në fytyrë të tokës. Kur i thanë njëherë, pse po falësh kaq shumë natën, namaz vullnetar, derisa po të ajën kam, të qëndru në kam, e Allahu ti ka falë këtë gjunahet ty, pse po e mendon veten? Ka thonë, e nëse Allah kretë të mira mi ka dhonë, a se kom borgjën e me qenë një rabë falënderues. E që shumë s'me konë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është eduku në frymën e Kur'anit. Në frymën në cilën duhet të edukohemi edhe ne. Një ajet që e përdorim çdo xhuman për fundim të hutbës. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Vërtet Allahu urdhëron në drejtësi, bamirësi dhe ndihmes të afërmve. O jenha dhe ndalon anil fahshai wal munkari wal baghi, dhe ndalon nga veprat e ndyta, nga veprat e liga dhe zullume. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Me këtë ju këshillon juve Allahu në mënyrë që të vetëdijsoheni. Ajeti 90 në surën Nahl, më e men, kaptina e bletës Nahl, ajeti numër 90. Me e bo që të ajet më të tjetës tonë, unë besoj që një pjesë të hakut të mirënjohjes për begatit, veç e këshum krye dhe e këshum lashtu që është duhet. Dërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po du me e përmend një gjë interesante. Kur e ka pa hanën e re, sa është paraqit hana, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bo një dua. Ajo dua është mrekullueshme. Lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për një mend janë të mrekullueshme për arsye se kanë kuptim frymëzues. Ka thonë Allahumma ahillahu alejna bil amni wal aman. Zoti ynë, çdo hanë që vjen e re, pra çdo muaj që fillon, na e mundso që të fillon muaji me siguri edhe me rahati. Was salamati wal islam. Me shpëtim dhe me islam, që 4 gjëra i ka përmend. Sigurin, rahatin, shpëtimin do të thonë me kon pa ndaj ankesë.
dhe me islam. Edhe ka drejtu gishtin ka hona, ka thonë Rabbi, o Rabbuk Allah, Zoti jam, edhe jyti është Allahu. Lutje e thjesht, po me kuptim të madh, në të gjitha rrethanat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se siguria, rehatia është begati e madhe për cilën duhet jemi shumë të vetëdijshëm, andaj duhet ta falenderojmë Allahun e madh për këto mirësitë cilat na i ka dhënë. Ti shmangemi retorikës së ankesave. Ndërun vllazën, shumë prej neve sot i kemi punë shumë ma mirë se i kemi pas të kaluar, sot me na ndëgju ma shumë ankohemi se atëherë kur i kemi pas punë të ma keq. Është e keqe, është e pahishme, është jo etike me të mësu gjuhën në ankesa. Me mësu gjuhën në falënderim edhe në mirënjohje është shumë ma mirë, andaj këtë duhet ta përvetsojmë në jetën tonë. Allah i madhruar na udhëzoft ka ajo që është më e mira. Edhe sot do ta qesim posteqin, veç tash t'ju tregoj. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma man aradana wal islam wal muslimin bisu'in farudda su'ahu وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله.